Kuna kanë me jetë mëre hitet? Skena muzikore në Kosovë dikur ka qenë ma e gjallë. Disa prej artistëve që ende prodhojnë kanë kriju hite që shumë janë full edhe janë përmend. Bile, kur kanë dojë s'ka pas kere e klube që nuk i kanë lëshu, edhe na u kanë ngulit në kokë. Një super hit që në 5 sekundat e para të kongës të kujtuhet me njëherë që qyshon. Shanë kanë ndryshu me kokë, qena mo. Që edhe një tjetër. Pili qirane që shbane më plako. Mos të flas për këtë tjetër. E kjo as spot nuk ka, po e keni ka e ke kthy kryt. Momentin e parë që lëshon këto këngë ose disa tjera shumë shpejt mundesh me ditë cila është edhe çfarë teksti ka, që për një me e bën hit, nëse të pëlqen ose jo. Po çka është shkaktari i mungesës hiteve? Është problemi kulturor, ekonomik, ai social medias? Po, mi ndas si mi vra. Ditët e sotme ka shumë prodhimtari, si prej njerëzve profesional, e si prej shokëve shoqeve në rreth që krijojnë muzikë. Tash është hapësira më e madhe që ti mundesh me zgjidh se çka po don me dëgju. My fellow Americans, I think we all know where this is going, so let's just skip to the end. Muzika u përsërit shumë gjatë viteve të fundit, e po mduket që kjo recetë nuk është të pasur ndikim të njëjtë. E në këto 10 vitet e fundit kanë ndryshuar shumë gjeneratat e shijet e zhanret. E në përbot po krijohet krejt diçka tjetër, e na hala e kena shijen e orientalit në përkong. Nësoj përket anës ekonomike, në vitin 2025, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve ka përjetu një ullje të buxhetit për sektorin e kulturës, tu kalu prej 26.24 milion euro në 25.37 milion euro. E dikush mundet me thonë që jënë mjaft këto para, por shumë fonde kulturore jënë të orientuar drejt organizimit festivaleve e që nuk kushtojnë pak. E çka mbetet pak është hapësira për artistët e pavarur për me kontribu në komercializmin e kulturës, sepse e bën më të vështirë për me kriju edhe prodhu muzikë. Po kjo e fundit zbehet me njëherë me rritjen e rrjeteve sociale, ku ti mundesh me u promovu pa asnjë lek. Gjithçka që dosh me bo, është me bo muzikë të mirë edhe me shty përpara. Ku janë hitet? Është pyetja jame për ty. E të njëjtën kohë, follower Ban FM në krejt platforma sociale e subscribe në YouTube.